Për paguar që ta vjedhë ministria, dhe kjo është ministri që... Përdori instrument tjetër në komision. Jo, na i fjalët ti për procedurë dhe të bim dakord ne. Tani ministra ju e thatë, o zonjë, a e thatë vetë, zonjë. E nderuar, o zonja kryetare, një sekondë, se ke një keq kuptim. Zonja kryetare, ke një keq kuptim. Zonja kryetare, ke një keq kuptim. Ju e thatë vetë, keni mënyra të tjera për ta thirrur ministre. Ministra në mënyra të tjera nuk vjen. Sepse ministra refuzon të dali në çdo vend. Edhe këtu që duhet ishte në të bënte detyrën e vet, siç jep e drejta kushtetuta, ligji, rregulloria, që të vi këtu dhe të kërkojë dhe të diskutojë, ajo nuk vjen. Tani ju nuk mund ta bëni rregulloren si doni ju, kur doni ju. Rregulloria nuk mund bëhet sipas shefit Ballukut o zonjë. Rregulloria nuk mund bëhet sipas Oleksit vjedhjes së Ballukut. Jo, nuk ka buxhet vjedhje. Ti japim ne buxhet tyre që vazhdojnë të vjedhin këta. Ti japim buxhet tyre që vazhdojnë të vjedhin këta. Dalin gjys berberat e ministrisë, ti japim ne buxhetin atyre që ti vjedhin. Për të, çoni ajdu. Ti e kriminal. Ke qenë ditë kam kanë toneladat e kokainës. Je trafikant. Ti ke kaluar drogat në dogana, e ke kaluar ti. Pusho mbyllë, mos fol fare. Ti ke kaluar dogana, droga ti ke pas. Të po dogana ti ke pas, gjitha ti ke pas. Sa lidhje ka me dogana? Ti ke pas gjitha. Ti mos fol, ti je përgjegjës për toneladat e kokainës që kalojnë këtu. Kjo ministri është përgjegjëse për vjedhjet që i bën popullit më të varfër të Europës. 50 milion euro i ka marrë ajo. Ku është? E ke më të lehtë me gjetë troplinët se sa me gjetë Ballukun sot. Ku është Balluku? Ku është Balluku? Na jepni drejtën për të folur. Na jep kam drejtën si deputet, nuk marr lejet e ju. 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 Kam drejtë si deputet vi këtu. Ajo nëse do të flasi për buxhetin, na jepni drejtën neve sipas rregullores. Na jepni drejtën sipas rregullores. Nuk bën rregullora sipas Oleksave të Ballukut. Zonja kryetare. Kryetare, na jep drejtën të Edhe për ju se keni qenë vetë ministra. Jeni shmangur ju një herë prezantimit buxhetit. Nëse ju jeni shmangur, jo të lutem nga me shumë mirësjellje. Ju keni qenë vetë ministra. Jeni shmangur ju një herë prezantimit buxhetit. Nëse keni një rast eksperiencë shmangur, po e mbyllim. Zini një rast jeni shmangur.